Dikur krahasoi me Fernando Alonson, ish talenti i garave pranon vrasjen e babait të tij. Një ngjarje tronditse ka goditur botën e motorsportit në Spanjë. Antolin Gonzalez Jr., dikur i konsideruar si një nga talentet më premtues të garave me makina dhe krahasuar me Fernando Alonso, ka pranuar se ka qelluar për vdekje babain e tij, 56 vjeçarin Antolin Gonzalez, gjatë një konflikti të dhunshëm. Ngjarja ka ndodhur në fillim të muajit korrik në magazinën e familjes Gonzalez në qytetin Aranda de Duero. Sipas mediave spanjolle, biznesmeni Gonzalez është goditur me thik në qafë, duke ndruar jetë pak pasi shërbimet e urgjencës mbërritën në vendngjarje. 23 vjeçari u arrestua disa orë më vonë në qytetin fqinj Sinovas pasi kishte ikur nga vendi ngjarjes. Ai ka deklaruar para hetuesve se ka vepruar në vetmbrojtje pasi i ati kishte nxjerrë një thik tip mashet, rreth 15 cm e gjatë. Sipas tij, vrasja ka ndodhur aksidentalisht gjatë përleshjes. Gjatë hetimeve, Gonzalez Jr. ka bashkëpunuar me autoritetet duke treguar vendin ku kishte hedhur çantën e palestrës dhe armën e krimit. Çanta është gjetur, por thika ende nuk është gjetur. Mediat spanjolle raportojnë se ai po kërkon një marrëveshje me prokurorinë për të përfituar një dënim më të lehtë, ndërsa procesi gjyqësor është ende në zhvillim. Antolin Gonzalez Jr. kishte nisur karrierën në motorsport që në moshë fare të vogël, duke u bërë piloti më i ri në historinë që testonte një makinë Formula 3 në moshën 13 vjeç. Ai kishte garuar në Formula 4 të Spanjës, ASEAN, Formula Renault dhe Formula Masters Cina, por karriera e tij u ndërprer para se të arrinte majat e pritura.